Një prej zonave më të frekuentuara në Vlorë nga frika e përmbytjes, zona e lagjes së vjetër Muradie, zona historike e qytetit, është mbyllur në total. Siç mund ta ndiqni edhe nga pamjet, pas shpinës time, janë 10 biznese në këtë zonë, të cilat nga frika e përmbytjeve kanë ulur qepena dhe kanë mbyllur dyert, ndërsa administratorët e këtyre bizneseve kanë gjetur tashmë edhe zgjidhjen më të mirë të mundshme për parandaluar ujërat e shiut që të vërshojnë në drejtim të bizneseve, duke mbyllur dyert kryesore të këtyre të fundit me shkum, por gjithashtu kanë vendosur edhe thasët prej rëre për të bllokuar të gjitha ato, le të themi, hyrjet e këtyre bizneseve. Pas përfundimit të alertit ku shpresohet mos ketë dëme, edhe këto biznese do të nisin funksionimin. Bizneset në zonën e vjetër historike i kanë mbyllur dyert që prej ditës së hënë. Kjo për shkak të situatës të rënduar të kushteve atmosferike, të cilat kanë prekur qytetin, por edhe parashikimeve të motit, ku do të ketë tërheqje me intensitet të lartë, çka mund të shkaktojë më pas probleme të përmbytjeve në qytet. Kujtojmë këtu faktin që në përmbytjet e 4 tetorit, zona e vjetër historike e Vlorës ishte një ndër më të prekurat, për shkak jo vetëm të intensitetit të lartë të rreshjeve, por edhe ujrave të bardha dhe ujrave të larta, të cilat përfunduan aty nga pjesa kodrinore e qytetit, por edhe nga lagjet Karabash, Lirim, Partizani, të cilat përfundojnë në zonën fundore të tyre në lagjen e vjetër Muradie. Në përmbytjet e 4 tetorit, bizneset aty u përmbytën totalisht, ku më pas u pushtuan nga dhera dhe balta, duke shkaktuar dëme të mëtejshme materiale te këto të fundit. Për të shmangur situatat të tilla, vetë bizneset kanë nisur të marrin masa. Frika nga përmbytjet ka bërë që administratorët e tyre të nisin të mbushin me shkum dhe izolant dyert kryesore hyrëse të bizneseve në zonë. Nuk mund të mungonin gjithashtu as thasët me rër dhe, të cilat janë vendosur në dyert hyrëse të bizneseve për të bërë të mundur bllokimin e tyre në mënyrë që ujërat e shiut mos të vërshojnë në drejtim të bizneseve, duke shkaktuar dëme të shumta materiale. Bizneset në lagjen e vjetër Muradie do të qëndrojnë të mbyllura deri në përfundim të situatës nga rreshjet, me shumë mundësi deri në fundin e kësaj jave, në kohën kur do të përfundojë dhe gjendja e alertit me shira të rrëmbyeshëm, çka mund të sjellin përmbytje në këtë zonë. Një mas paraprake marrë nga vetë administratorët e këtyre bizneseve për t'i mbrojtur dhe për të shmangur situatat emergjente. Ndërkohë që mbyllja e bizneseve për disa ditë përgjatë kësaj jave sigurisht i penalizon këta të fundit, duke ndikuar në klientelën e tyre dhe sigurisht në situatën ekonomike të asaj që fitojnë vetë bizneset në këtë zonë. Po flasim këtu për një lagje tepër të frekuentuar me 10 biznese të cilat punojnë mjaftueshëm për gjatë gjithë muajve të vitit. Kjo mbyllje disa ditore është një goditje sigurisht edhe për bizneset në këtë zonë në situatën e tyre ekonomike, e cila sigurisht i dëmton tepër.